Kompania e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në Kosovë, KEC, filloi veprimtarinë e saj në vitin 2013 e më njëherë pas kësaj filloi edhe procesi i instalimit të matësve digjital, procesi i cili u zhvillua në vitet pasuese. Gjatë vitit 2025, KEC njoftoi për zëvendësimin e 100.000 matësve mekanik dhe digjital të energjisë elektrike. Një tip i njësorëve elektrik të montuar nga KEC, prodhimi i kompanisë gjermane Kohler vite më parë kishte rezultuar me matje jo të sakta të shpenzimit të energjisë elektrike, ku pas verifikimit Ministria e Industrisë dhe Tregtisë kishte vendosur tërheqjen e licencës për këta njësor. Nga LDK-ja thanë se nga verifikimin e terrenit 884 njësoreve rezulton se 87% e tyre llogaritën kohën gabimisht, duke faturuar energjinë me tarifë të shtrenjtë edhe gjatë konsumimit në orët e natës ku tarifa është më të lirën. Këtu i keni dëshmi dashur qytetar, ora 12 e natës në njësor të KEC-it, 3 masdite në orën reale, 3 mëngjes, 3 masdite. 11 e natës, 3 masdite, pro plot dëshmi këtu që keni mi pa dhe vetë, du mi au dorëzu, mi u kallëzu që faktet nuk rajnë. Dëshmi që këta po pretendojnë provuan t'i dërgojnë te menaxhmenti i KEC-it, ku më pas thanë se nuk u pritën nga askush. E nga KEC kanë thënë se të gjithë matësit e energjisë elektrike kalibrohen dhe sinkronizohen me kohën zyrtare në momentin e instalimit të tyre, duke siguruar funksionim me saktësi maksimale dhe se sistemet e matjes janë të dizajnuara në mënyrë që çdo konsumator të përfitojë në mënyrë të barabartë dhe të drejtë nga aplikimi i tarifave, përfshirë tarifat e uleta sipas përcaktimeve të zyrës së rregullatorit për energji. KEC ka paralajmëruar për të mërkurën konferencë për media. Në një përgjigje nga Agjencia e Meteorologjisë në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, thuhet se kjo agjenci mbulon vetëm aspektin e saktësisë së matjes së njësoreve dhe në këtë drejtim ka kryer vazhdimisht verifikime dhe monitorime sipas kompetencave të saj, ndërka çështjet që lidhen me tarifat dhe kohët tarifore janë në përgjegjësi të ZRE-s dhe institucioneve të tjera relevante.